Mirë mbrëma, jemi në episodin e dytë të Një orë për veten, një seri live-sh që do të mbahet në Instagram, ku ndryshe nga herët e tjera që ne kemi folur për ushqimin kryesisht, apo për stilin e jetesës në tërësi, këtë herë do t'jetë ndryshe. Në këto episode, pra në të gjitha live-et që do të kemi, do t'jenë personazhe të ndryshëm, të cilët do të na ofrojnë nga eksperjenca e tyre, do ta mësojnë gjëra që ndoshta edhe këto duhen për të kuptuar se stili i jetesës nuk lidhet vetëm me ushqyerjen dhe me aktivitetin fizik, por edhe me mendësinë. Herën e kaluar unë kam patur të ftuar Gertën dhe ishte ajo e cila e hapi, po themi, këtë si parë të kësaj iniciative tjetër, dhe sot kam të ftuar një vajzë shumë interesante, shumë ëndrimtare, por nga ata njerëzit të cilët kanë ëndra dhe i zbatojnë ato dhe nuk ngelen thjesht në ide të cilat mbeten në sirtar. Në këtë rast un kam Katerina Koshenaj, është një vajzë punëtore mbi të gjitha dhe ajo çfarë ka shumë rëndësi është fakti se di të vendosi në rrugën e duhur të gjitha dëshirat dhe ëndrat e saj për të mos qenë më thjesht iluzione, por realitete. Realitete të cilat do të na mësoj edhe ne. Tema sot ka të bëjë me të studiuarit jashtë. Shumica prej nesh kërkon të studiojë jashtë, si dhe nga ana tjetër kërkon edhe të marrë një eksperiencë më shumë për të qëndruar apo për të jetuar jashtë. Por pse ndodh kjo? Pse ne duam të studiojmë jashtë shtetit? Sa e thjeshtë është? Kush prej nesh mund të studiojë jashtë? A ka ndonjë kapacitet të veçantë secili nga ne që do të studiojë jashtë, apo ndjet i pakënaqur dhe i pavlerësuar në vendin e tij? Të gjitha këto ne do t'i studiojmë edhe do t'i diskutojmë me Katerinën. Para pak ditësh në fakt e kam vendosur edhe Ask and Questions dhe kemi marrë vërtet pyetje interesante lidhur me këtë situatë. Nuk di pse nuk po lidhemi dot me Katerinën. Atëherë Katerina, edhe live-et prandaj janë konsideruar një orë për veten, sepse gjithmonë impenjohemi për të tjerët, për punën, për fëmijët, për diçka tjetër me radhë, por harrojmë njerëz. Përshëndetje Katerina. Duhet edhe të kujdesemi për veten tonë për të marrë më shumë informacion. Kështu që një orë t'ia dedikojmë vetes tonë për të marrë informacione që ndoshta mund të na duhen në një të nesërmen dhe jo sot. Jo gjithçka që përfisim sot është në funksion të ditës, por është edhe për ndonjëherë. Në fakt, para se unë të bëja, po themi, studimet e mia jashtë, e kisha mbyllur atë cirtarin me një çelës me dryn, edhe thash nuk e bëj më. Por ja, fati më ka rrethuar me miq shumë të mirë që më shtyn ta bëj këtë gjë, edhe tani them që sa mirë ishte që atë kohë unë e mora informacionin që më shërbeu sot. Kështu që me Katerinën ne do ndajmë shumë informacione. Unë do doja që si fillim Katerina të prezantoj për ata që nuk e njohin. Unë e kam njohur në mënyrë rastësore, por ne kemi thënë gjithmonë që nuk ka asgjë rastësore. Kështu që Katerina ka qenë ndër ato vajza të cilat e ka suportuar faqen time pa më njohur hiç dhe pa e ditur fare se si apo kush isha unë. Thjesht ashtu i ka pëlqyer informacioni në mënyrën se si unë e përcjellja dhe është ndër të paktët që mendon që unë nuk jam e ashpër. Në mënyrën si përcjell gjërat, se gjithmonë e kam thënë si epitet ose si diçka si mbiemër që më shoqëron e ashpër, por që janë disa principe, disa parime, disa punë ku ti nuk mund të dalësh dot nga ajo normale. Kështu që kur ne flasim normale ne duket sikur jemi të ashpër, por Katerina e ka kuptuar që jam rob i mirë në fund të ditës. Tani, Katerina, unë të doja të prezantoj që Katerina ka një faqe shumë të bukur në fakt në Instagram. Vitamina E dhe K ka pas qenë, tani është ndryshuar emri. Dhe ka informacione interesante jo vetëm mbi mirëushqyerjen dhe mikronutrientët, por dhe informacionet që ne do t'i ndajmë bashkë. Unë po e lë të prezantohet, se po nisa unë nuk pushoj. Pikë së pari mirë mbrëma dhe shumë faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që jam këtu sot. Nuk e di pati një shkëputje, po ndoshta më thuaj nëse nuk dëgjohem mirë ose ka ndonjë problem interneti. Unë të dëgjoj shumë mirë se di ata që po na ndjekin, por që unë të dëgjoj super. Edhe unë të dëgjoj shumë mirë, vetëm një shkëputje shumë të vogël. Atëherë unë jam Katerina Koshenaj. Sapo jam diplomuar, kam thjesht 10 ditë që jam diplomuar për doktoratur këtu në Itali. Si fillim kam bërë bachelor, kam përfunduar studime në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës për kimi ushqimore dhe më pas kam bërë po aty masterin për shkenca dhe teknologji ushqimore.
Tani, duke qenë se filluam domethënë tek arsyet pse unë mora vendimin që të kalojmë edhe te tema dhe për çfarë ne duam të flasim sot, unë kam qenë nga ato vajza që nuk e kisha menduar kurrë që unë do ikja nga Shqipëria dhe madje diskutoja dhe isha gjithmonë kundër të gjithë atyre njerëzve që linin Shqipërinë për një opsion më të mirë jashtë shtetit. Isha nga ato që këmbuja fort që jo, ne duhet të gjejmë patjetër një punë në Shqipëri, duhet të japim kontributin ton këtu e të gjitha nga këto. Por, siç dihet, çfarë planifikon, nuk del ashtu siç duhet. Unë për fatin tim të mirë apo të keq, e përfundova masterin në nëntor të vitit 2020 në pikun e pandemisë. Unë mundova që të gjeja punë për një periudhë jo dhe shumë të gjatë të them të drejtën, por që për atë periudhë që unë kërkova dhe për punën që unë dëshiroja që të vazhdoja nuk pata ndonjë derë të hapur, ta themi kështu hapur. Dhe gjatë kohës që isha duke kërkuar për mundësi edhe të tjera, fillova një punë tjetër që nuk ishte të bënte fare me atë që unë kisha studiuar, thjesht për ta mbajtur veten të angazhuar në diçka, derisa fillova dhe jemi dhe në një pikë të përbashkët se ti them më kanë shtyr misht për të vazhduar doktoraturën besoj jashtë. Unë mua më shtyr vetëm një mikesh që Jo, po thoja që patjetër që doktoratura ka qenë një ndër planet e mia dhe kur unë bëra masterin në Sapienza, më rasti si kjo që po thua, Covid-19 dhe u mbyll me aq për shumë arsye të tjera, unë thash ok, nuk bëhet më. Dhe çuditërisht u hapën kotat këtu në Shqipëri, edhe normalisht e fitova dhe në Shqipëri jam vit 2 doktoraturë. Po pikërisht atë vitin një mikesha ime e vazhdonte në Sapienza, është mjek endokrinologe. Edhe më thoshte Yla, unë e di që ti je ke ëndër, pse se vazhdon, pse se bën, pse s'konkuron, po duke menduar që Sapienza është një tjetër sfidë dhe ndonjëherë kur edhe ke mbyllur si gjë, thua po lëre tash çati futem kot unë ja, po mbaroj vitin e parë këtu ç'më duhet e kështu. E thash, okay, hajde po futem ta provoj një herë, po gjithmonë me idenë se janë mbyllur shanset për mua dhe ndodhi që fitova dhe tani gjithmonë them, më kanë ngelur 2 kunguj në një sjetull dhe më detyruar të mbaroj këtë në vitet 2 apo 3. Do të ngelesh gjysmën pastaj. Kuptoj që kanë bërë gjën më të mirë sepse përveç u realizua si ëndër në fundit, edhe të plotson në mënyrën profesionale apo në gjithë ato impenjimet që ti, ose në mënyrën se si ti do ta shërbesh këtë profesion. Dhe këtë po thoja. Siç po thoj edhe ti për pjesën e shoqërisë, në rastin tim ndodhi kështu, unë isha para shumë le të themi e mërzitur, e zgënjur për pjesën që nuk po gjeja diçka aty ku duhet ta gjeja dhe me një miken time që gjej rastin të falenderoj se ka qenë e para dhe e vetmja që më ka suportuar, po më thoshte ti pse nuk vazhdon një doktoraturë, ka plot bursa, ka plot mundësi që ti mund të vazhdosh. Në momentin që më thaj thash nuk kam më nerva që të studioj. Thjesht jam shumë e lodhur, plus isha dhe shumë e mërzitur nga pjesa që nuk po gjeja një punë, thash unë nuk besoj se kam më nerva që të studioj. Pastaj duke kaluar ditë thash pse mos ta provoj një herë. Dhe kështu bëra gati letrat, pash të gjitha mundësit, ku ishin, ku nuk ishin dhe aplikova tek ato që ishin atë semestër sepse siç besoj se ti e di shumë mirë, janë zakonisht të 2 semestre, është në semestrin e verës edhe në semestrin e dhjetorit, diçka e tillë. Domethënë janë të paktën këtu në Itali dhe të paktën te universiteti që un jam. Kështu që un pas përfundimit të verës gjeta këtë mundësi në Universitetin e Salernos, aplikova dhe fitova dhe pastaj vendosa. Domethënë kjo ishte arsyeja të paktën për mua që më shtyu që të vazhdoja doktoraturën dhe ta vazhdoja jashtë. Nuk e mendon Katerina, unë e di përgjigjen, por për gjithë që edhe mund të shkojnë ndërmend, nuk e mendon se ndoshta u tregove egoiste, se në fundit ti pak kohë kishe që dal nga shkolla, jo domosdoshmërisht duhet të gjeje një punë në profilin tënd, ashtu sikurse ne kur jemi jashtë pranojmë çdo punë edhe jashtë profilit, pse ne në Shqipëri neglizhojmë të bëjmë gjëra jashtë profilit, ndërkohë që jashtë mund të përshtatemi fare mirë me një punë që është jashtë profilit tonë. Pse nuk prit edhe pak? Atëherë, unë kam punuar gjatë gjithë masterit në punë të tjera që nuk ishin të bënin në lidhje me profesionin tim. Kam punuar gjatë gjithë kohës dhe nuk e kisha as për turp, as për një gjë tjetër që të bëja një punë tjetër. Madje nga të gjithë punët që kam bërë, kam fituar diçka dhe jam shumë i njohur për gjitha eksperiencat që kam bërë. Ishte thjesht ajo pjesa, se ishte edhe pjesa e pandemisë. Ta them edhe një herë që ishte shumë trysni. Unë kisha ardhur nga një eksperiencë jashtë sepse pata mundësinë për të bërë temën e diplomës në Universitetin e Thesalis me një program Erasmus, kështu që pash edhe diçka ndryshe jashtë, pash një mënyrë kërkimi, një mënyrë studimi ndryshe dhe aty pastaj mendova ndoshta
çfarë bëra unë nuk ishte dhe aq e mjaftueshme dhe pse mos të bëj diçka tjetër kur jam akoma në kohë. Nuk kam diçka që do më ngele i mendja pas për të lëvizur. Unë jam shumë e bindur që ashtu si unë edhe ti mund të kesh dëgjuar, po ç'të duhet doktoratura jashtë goce bolli ke këto, ja do ta gjejmë një mik, do pagojmë diçka dhe do ta gjejmë punën. Patjetër. Ti u përball, domethënë au përballen me këto dhe cilat ishin mënyrat që ti përgjigjeshe pa lënduar kënd, por edhe duke dhënë përgjigjen që duhet. Që çfarë se ti gjithmonë ishte ajo pjesa prap me libra ti, prap me provimet ti. Edhe domethënë në fillim kur i kam treguar edhe pjesës së familjes, në fillim jo ata kur nuk kanë thënë jo për pjesën e shkollimit, po u stepën pak dhe thanë që po pritet edhe pak. Do e gjesh një punë, nuk është aq urgjente që të shkosh, të ikësh larg, ne jemi thjesht dy motra dhe ne u duam këtu, pse duhet të ikni ju larg, gjëra të tilla. Po kur e fitova, ishin shumë të lumtur, kështu që në momentin që e kisha atë në dorë, atëherë më suportuan, as diskutohet. Njerëzit e mi të afërm dhe shoqëria ishin shumë suportiv për të tjerët pastaj, secili ka komentet e veta dhe nuk mund të... Po, do ta bëja këtë pyetje se ne shqiptarë vdesim gjitha, mos e kush e di kë ka papa që e ka ndihmuar. A e ndjeve xhelozin? Shiko, nuk e di në qoftë se ke lexuar një nga postimet e fundit që kam bërë, unë kur jam larguar, domethënë kisha edhe një vit shkëputje nga masteri sepse kam mbaruar masterin në vitin 2020 nëntor dhe kam filluar doktoraturën 2021 po nëntor. Domethënë direkt një vit. Dhe shumë kontakte me vajzat që kam studiuar, se ne ishim shumë vajza tek grupi që kam studiuar edhe master edhe bachelor, disi kisha humbur kontakte, do me thënë shkruani, po nuk e kishim atë marrëdhënien e përditshme. Dhe më ka bërë vërtet shumë habi që ditën që kisha bërë publikimin që isha diplomuar, më kanë uruar po them 90% e tyre dhe jam realisht shumë e lumtur se ndonjëherë me vajzat ka shumë xhelozi dhe pastaj thoja këto më kanë haruar fare, nuk besoj se më mbajnë mend që ekzistoj dhe nuk mendoj se ka pasur xhelozi, të paktën jo aq shumë, se njerëz xheloz. Okej, pra se do të ditesh. Mos ta bësh sheqer fare, po që jo aq shumë. Domethënë unë se kam thirr. Në momentin që ndoshta ti do ishe harruar, pra nuk do kishe bërë ndonjë gjë të madhe, shumica vazhdonin mos shkruani, por fakti që bëri diçka, mendoj se ti do t'u duhesh një ditë. Edhe është fatkeqësi në fakt se në Shqipëri mendohet shumë kur dikush arrin diçka atëherë kujtohen për të se do na duhet një ditë. Deri dje kur ai robi mund mos kishte apo ishin sfidat e veta, apo ku diu me çfarë po luftonte, nuk është se kujtoi një për dhënë një dorë. Megjithatë më natyra njerëzore, nuk e çai bën, domethënë se do. Patjetër. Patjetër. Gjithsesi, më thënë që këtu në Tiranë kishe mbaruar studimet, por ndërkohë doktoratura gati ishte një profil tjetër. Domethënë si ishte të përshtateshe njëkohësisht me ndryshimet në jetë sociale dhe pastaj në atë akademike dhe si u përçakove ti si një person i huaj, se domethënë kur ne ikim andej jemi të huaj, kur vim këtu jemi prapë më ata. Domethënë gjithmonë betemi të huaj. Ti më kupton shumë mirë, domethënë po. Atëherë, para punës unë kisha bërë kimi ushqimore dhe shkenca dhe teknologji ushqimore. Dhe kur erdha këtu, jam tek inxhinieria industriale. Komplet tjetër gjë. Okej, profili është prap ushqimi. Domethënë unë jam marrë gjithmonë edhe këtu me formulime të produkteve ushqimore, kështu që prap jemi në një tafush. Por inxhinieria dhe shkenca janë pak larg me njëra tjetrën. Më duket se ta thash kur folëm që 2 muajt e parë nuk e di se sa herë kam menduar që të kthehem. Domethënë thjesht mendoja do ta bëj dot apo jo dhe kisha dhe atë sedrin që unë dua ta nis dhe dua ta përfundoj këtë gjë që nisa. Por ka qenë realisht shumë e vështirë, sepse unë masterin kur e kam bërë aty nuk ka qenë shumë i fokusuar në kërkim shkencor. Nuk ka qenë domethënë as pak i fokusuar, unë pak eksperiencë siç të thash tek Universiteti Thesalis për pjesën e diplomës që realisht më ndihmoi shumë. Por mos të kisha dhe atë, unë nuk e di në qoftë se do ishte mundur që unë të vazhdoja kërkimin shkencor. Kështu që e para ishte ndryshimi i programeve, domethënë me çfarë isha mësuar unë dhe çfarë ishte këtu. Ishte dhe gjua, që unë e flisja anglishtën sepse unë e kam bërë doktoraturën të gjithën në anglisht. Unë anglishtën e kisha të mirë, por prap duhet përmirësuar sepse as diskutohet, janë terma të tjerë, janë gjëra të tjera, unë duhet të shkoja në konferenca që unë kam pasur siklet të flisja në publik. Domethënë duhet të shkoja në konferenca dhe të flisja në një gjuhë të huaj për një temë që duhet ta suportoja shumë mirë.
Do me thënë, ka pasur vërtet shumë vështirësi te pjesa e fillimit, por pastaj unë kam pasur fatin që kam punuar në një laborator internacional. Që do të thotë, ne ishim goxha student të huaj. Dhe kur ke student të huaj, gjithmonë kuptohen me njëri tjetrin, edhe ndihmojnë njëri tjetrin, sepse po të kisha rënë në një laborator që isha vetëm me italian vendas, nuk do ta kisha të njëjtin suport, sepse kam mjaft shoqëri që janë vetëm në një, do të thënë të huaj dhe në laborator me italian dhe e ndjejnë atë pjesën që nuk janë të suportuar dhe ndjen gjithmonë të lënë në një cep, le ta themi kështu. Kurse pjesa ime, të them të drejtën, unë isha me fat për të pjesën se ishim kështu të gjithë nga vende të ndryshme të botës, kishin njerëz që ishin 3-4 vite aty dhe e kuptonin sa e rëndësishme ishte të suportoje një student të huaj. Kështu që pata në gjithë ato turbullirën e fillimit dhe në të gjitha ato sikletet që jo do ta bëj, jo nuk do ta bëj dot, pata një suport. Është pastaj sfida tjetër e dokumentave, që është një tjetër histori që nuk di nga thjani se nga ta përfundoj, që këtu besoj se nuk e di nëse ti ke bërë master dhe di, do me thënë thjesht të presësh në rast të questura, se sa tek questura dhe të gjërat e tjera, se këtu burokracia është pak në nivele të larta, dhe ne nuk kemi mësuar me këto gjëra se gjithmonë kishim një njeri, kishim babin që merrte dikën në telefon dhe na i ziste babi, po këtu nuk ka as babi, as një numër telefoni. Ma dje dhe në fund edhe të thotë që mbaruan kuponat edhe si të rishtë të brevës në përgjithë postat e Italisë. Po, as diskutohet, kështu që dhe sfida e dokumentave ka qenë patjetër diçka shumë që të vinte në siklet, ku nuk i dihet të gjithë gjërat me radhë. Këto dy gjëra kanë qenë vërtet sfidë, po që pastaj edhe pjesa do me thënë që sado që të mundohesh, prap në fund në sytë e vendasve ti je thjesht një huaj. Do me thënë kjo është patjetër dhe madje ka edhe xhelozi se pse duhet të jetë kjo që ka ardhur nga Shqipëria dhe pse s'është një italian këtu te ky pozicioni që është kjo. Është patjetër dhe këto nuk u shmangesh dot, po që unë nuk e kam ndier aq shtrysni të madhe. Kam parë punën time dhe kam thënë që unë s'ja mora dikujt nga dora këtë pozicion. Kështu që kush është xhelos, le të flasin në fund. Normale që ushtulla do haj enën e vetë, themi ne, që kështu pa problem. Tani, dakord, mbaroj doktoratura gjithë sfidat, a ja vlej ti bëra qëran, apo është më mirë që mbarojmë diçka tjetër dhe kthehemi në Shqipëri? Atëherë, shiko, kjo për pjesën e kthimit në Shqipëri, sepse e dia shumë mirë që do më pyetej edhe as e diskutoja dhe kam menduar edhe shumë herë me veten time. Atëherë, unë jem pak e qartë, do me thënë arsyet për t'u larguar nga Shqipëria kanë qenë profesionale, por edhe personale. Dhe për të njëjtat arsye është edhe vendimi që kam marrë për momentin, që do të thotë, për momentin unë i mora më të mirën doktoraturës. Do me thënë, kam publikimet e mia, kam marrë pjesë në shumë konferenca, aktivitete, gjëra të tjera, pa bërë as edhe një pagesë, sepse siç doja të ta thoja, unë kam ardhur këtu me një bursë të plotë, që do të thotë, unë kisha akomodim falas, unë kisha 2 vakte falas dhe unë kisha një rrogë që ishte 4 fishi i rrogës Sulmeria në Shqipëri. Po, që do të thotë që do të thotë që unë i kam marrë çdo të mirë të mundshme kësaj eksperience. Do me thënë, unë nuk vetëm u shkollova dhe mora një doktoratur, një diplom, por unë isha gjatë gjithë kohës e paguar dhe isha në punë. Unë isha duke punuar. Për pjesën e doktoraturës nuk kam as edhe një lloj keqardhje, do me thënë jam shumë e lumtur edhe përfundoj në mënyrën më të mirë të mundshme dhe siç edhe folëm, për momentin vendimi im është që të qëndroj edhe një vit sepse më ofrua një pozicion për kërkim shkencor në universitet, po tek i njëjti universitet i cili ndodhem për një vit, kështu që gjatë këtij viti do shikoj të gjitha mundësitë të cilat do më ofrojnë, do t'i vlerësoj, as diskutohet, por në qoftë se do të më ofrojë diçka në Shqipëri apo këtu në pjesë industriale, do preferoja një herë që të shikoja këtu, sepse dua pjesën e industrisë unë nuk e kam parë. Dhe e di që do mësoj diçka më shumë këtu, dhe në qoftë se pastaj do kthem në Shqipëri, do kem diçka më shumë për të dhënë në Shqipëri. Tjetra është që në qoftë se do të jetë për pjesë mësimdhënie, do zgjidhja gjithmonë Shqipërinë.
Pse? Do zgjidhja gjithmonë Shqipërinë sepse mendoj që ka shumë nevojë për të patur njerëz të rinj edhe me frymë të re për të patur për në mësimdhënie. Nuk e di për në universitetin që ti jep mësim, por të paktën tek universiteti që un kam studiuar un kam pasur fatin gjatë gjithë jetës time, nuk e di pse, të kem gjithmonë profesor të vjetër në moshë. Dhe mendoj që ata janë shumë të aftë, kam shumë respekt për të gjithë ata se mendoj që kanë qenë ata që jam unë këtu, por mendoj që duhet një frymë e re. Se pa frymën e re nuk ka shumë gjëra të reja që si do të jetë puna, ata janë mësuar me metodën e vjetër dhe nuk e kanë të vështirë për t'u updateuar. Okej, të të bëj një pyetje tani që të fus në dyshime. Në qoftë se ti mendon që duhet një frymë e re, atëherë pse nuk e mbajtën këtë frymën e re përpara se të shkonte diku tjetër? Se mendon ti që mbas bërjes së doktoraturës ti je një frymë e re dhe që i duhesh atij vendi, ndërkohë që ti i duhesh atij vendi dhe kur ishe në një Erasmus apo duke bërë një master dhe kishe kapacitet dhe potencial për të qenë pjesë e atij fakulteti, si shumë të tjerë, Patjetër, shiko, unë jo për rastin domethënë për arsyet që unë u largova, po për çdo njeri tjetër, qoftë për të bërë një semestër jashtë, qoftë për të bërë Erasmus, qoftë për të bërë një internship, master ose çfarë do lloj tjetër, unë mendoj që çdo student të paktën një herë në jetë duhet të bëjë një eksperiencë jashtë për të parë diçka më shumë, sepse është si ajo puna që unë e bëj shumë mirë këtë gjë, po pa u krahasuar me tjetrin, ti asnjëherë nuk e di se sa mirë po e bën. Kështu që kjo është arsyeja që mendoj që duke parë më shumë, atëherë ti kontributi tënd e ke akoma më të madh. Prandaj jo se unë nuk mendoja që nuk isha e aftë atëherë kur isha, por mendoj që duke parë më shumë, duke eksperimentuar më shumë gjëra të reja, duke parë se si bëhet në Itali, si bëhet në Francë, si bëhet në një vend tjetër, nuk e kisha që ti nuk mendove se ishe e aftë, por pse mendon që sot ti do pranohesh më lehtë? Për të pranuar më lehtë, këtë nuk e di. Domethënë kjo është një pikë pyetje, se unë as nuk kam provuar, as nuk e kam menduar për momentin, kështu që unë nuk e mendoj që mund të jetë e lehtë. Domethënë kjo është diçka që e jap me shumë siguri, ndoshta mund të jetë edhe më vështirë. Se gjërat mund të kenë ndryshuar, janë 5 vite, 2020 me 2025 janë 5 vite dhe unë të them të drejtën, nuk kam shumë komunikim me universitetet aty. Domethënë unë komunikimin e kam me studentët, se te faqja ose siç të thash dhe prandaj vendosëm sot që të bënim këtë temën, marr shumë mesazhe nga studentët edhe kuptoj pak a shumë se si është situata që për mendimin tim ka ngelur prapë aty ku unë isha. Fatkeqësisht, po që mendoj që ndoshta ardhmja do sjell diçka, nuk e di, po realisht më vjen shumë keq se marr mesazhe të tipit, domethënë duan të bëjnë temat e diplomës dhe nuk kanë website ku mund të futen dhe të shkarkojnë artikuj, që për mua para 5 vitesh ishte e njëjtë, por unë pata fatin që ta bëja në Greqi dhe kishim akses tek website-et e universitetit, po të bësh një temë diplome dhe ti nuk ke ku gjën artikuj, unë nuk e kuptoj domethënë se ku mund të arrijë dhe sa domethënë është baza e këtij studenti kur pretendon se është duke bërë një kërkim dhe nuk ka referenca për atë që po thotë. Normal. Edhe një pyetje dhe kalojmë diçka praktike. A duhet mesatarja apo aftësia? Kush vlen aty? Edhe këtë dia shumë nuk e di, më duket se të kam bler mendjen unë ty, sepse e dija që do ma pyesje. Nuk e bler mendjen, kemi vuajtur të njëjtën gjë. Atëherë, unë gjatë gjithë kohës dhe për këto internshipet ose për Erasmus, gjithmonë nuk e di pse ishte kjo trysnia, po jo se nuk do ta fitosh ti atë, sepse duhet të jesh me 10-ta, duhet të jetë mesatarja mbi 9, nuk e di. Unë nuk kam qenë studente ekselente në Shqipëri. Dhe e them dhe nuk jam fare domethënë pishmënd për nuk më pëlqen të rria ditë natë mbi libra, mendoj që ka gjëra të tjera më të rëndësishme se sa të flesh mbi libra dhe të memorizosh gjërat përmendësh. Se edhe provimet kështu ishte struktura, ti duhet pak a shumë të memorizoje, nuk ishte bazuar në një mënyrë logjike që dhe ti të jepje maksimumin, ishte thjesht mëso përmendësh, që më vjen keq ta them, po të thjesht të lodh dhe nuk të mëson asgjë. Unë nuk kam qenë nxënëse ekselente dhe unë e fillova, por nuk po them që kam qenë mbi mesatare as diskutohet, por që jo ai personi që kisha 10 të gjitha. Dhe fillova doktoraturën pa mu dashur fare mesatarja. Domethënë nuk më kërkua fare listë notash.
atëherë që të bësh një doktoraturë jashtë, duhet të jesh më i zoti apo më i mençur? Duhet të jesh më i zoti dhe më fleksibli. Po, sepse ne jemi rritur në një sistem notash, ku jo gjithmonë ty merje notën që meritoje, dhe jo gjithmonë ai që merrte 10-ën ishte përsëri personi që meritonte. Nuk futem dhe te kjo pjesa, domethënë që nuk merr Jo, notën që futem se meritoje, por shumica e njerëzve, okay, dakord, unë e kam pasur një mesatare të mirë etj, por nuk është që më gjeni krenari të madhe për këtë, se thjesht jam coptuar nga nerva për ta patur dhe tek e fundit ndonjëherë dhe nuk kanë ndodhur ta marr për hir të inatit të X apo të Y-it. po, Kështu që jam duke dua të futem këtu se këto janë çështje të tjera pastaj dhe pastaj nuk dua të jemi duke e thënë këtë që ata që e dëgjojnë ta kuptojnë që jashtë nuk vlerësohet një letër që ti ke marrë një notë, sepse provimi në fund të fundit është dhe gjendje momentale. Ti mund të jesh ekselent, por ke një bllokim në momentin që ndihesh mirë nga shëndeti etj dhe aq që performanca jote nuk ishte e 10-s. Por kjo do të thotë që nota mat aftësitë dhe kapacitetin tënd. Dhe prandaj bota hetën shumë më shumë se sa ne, sepse bota vlerëson kapacitetin tënd, ku mund të arrish ti, çfarë mund të prodhosh ti, çfarë jep ti. Pra ai tamam të psikologjisë çfarë lloj robi je dhe ku e ke ti fushën tënde deprimit, se ç'po më duhet mua tani biostatistika ta kem 10, kur unë jetë të jetëve o s'kam për ta përdorur kur, ekziston statistikën tek e fundit ai ku do punoj. Kurse jashtë ty të profilizon, thotë kjo është për kimi, e lëm te kimia, kjo është për biologji, e lëm këtu, kjo është për këtë, e lëm për këtu. Kështu që nuk po themi mos mësoni, por mos u vani nga nota apo nga mesatarja. Unë kam qenë pi mesatare, nuk kam qenë ajo që i kam pasur të gjitha 10-ta dhe mua kjo gjëja nuk më penalizoi fare për të filluar një doktoraturë. As më kërkua gjithë notash, madje dhe për anglishten, që ishte gjuha që unë do bëja doktoraturën, nuk më kërkua fare as certifikata, sepse thjesht ideja që unë kisha bërë një Erasmus e verifikote që unë dija të flisja anglisht. Po. Ndërkohë këtu bëjmë, i dorëzojmë dhe pastaj na thoni keni falso edhe pastaj ndodhi ca gjëra të çuditshme. Unë vërtet domethënë i pranoj ti futet dhe na kujton pas një viti që do dëgjoj se ti e kishe falso, domethënë është pa sens fare. Okej, mirë. Kalojmë në diçka praktike. Dikush po na dëgjon dhe mund të ketë pyetjen, okay, dakord, folëm e morëm vesh. Po si? Domethënë ku të shkoj unë ta aplikoj? Si ta gjej unë? Çfarë doktorature më përket apo cilat janë sajtet që unë duhet të futem? Atëherë për pjesën time, unë nuk e di në çfarë masteri ose bachelori keni bërë ju, po për mua ka qenë siç të shpjegova dhe kjo pjesa e kimisë ushqimore dhe shkenca dhe teknologji ushqimore zakonisht nëpër universitete ose kampus nuk është departament më vete. Futen të gjitha te inxhinieria kimike ose inxhinieria industriale. Që do të thotë, unë kisha shumë vështirësi që të gjeja një universitet ku ishte kimia ushqimore ose shkenca dhe teknologji ushqimore. Do me thënë, mundesha që të gjëja dhe nuk më dilte asgjë. Pastaj, duke u munduar, duke parë në këtë lloj mënyre se dhe kërkimi nuk është aq i thjeshtë, se duhet dhe pak punë me kërkimin. Thjesht futesha tek inxhinieria kimike dhe shikoja profilet, profil ushqimor, profil industrial dhe thjesht un kam kërkuar nëpër universitete, domethënë në websajtet e universiteteve, që kjo për mendimin tim është mënyra më e lodhshme për të bërë një kërkim, por unë në atë moment, pa pasur asnjë mbështetje të askujt, domethënë që të më orientonte që si të shkoja, ku doja të shkoja, kjo ishte mënyra e vetme që mua më çoi aty. Tani, unë çfarë sugjeroj sot, ka shumë website, unë i kam shkruar, tani nuk i mbaj mend edhe, po i kam të shkruar edhe në disa postime që i kam në profilin tim, dhe më kryesorja, për mendimin tim, çdo student që do të bëj, por jo dhe mos të bëj, çdo student duhet të ketë një profil LinkedIn, aty i ke të gjitha. Domethënë, në qoftë se ke një profil, ke pafund opsione për doktoratur, po e po, sepse doktoratura në Europë tani është bërë si, nuk e di, si bachelor, do me thënë ka aq shumë mundësi për doktoratur, dhe sidomos për studentët që nuk janë në Bashkimin Evropian. Do me thënë është si tip trendi tani që ofrojnë më shumë mundësi për ata se sa për vetë vendasin, edhe sido që të vjej puna, është edhe pak ajo pjesa e xhelozisë tani që pse u jepen këtyre dhe jo neve, por që ndoshta është edhe për të rritur indeksin e shkollës, sepse kur ke student të huaj e ke më të lartë atë range-in e shkollës, edhe prandaj bëhet edhe kjo pjesa që pranojnë më shumë student të huaj. Kështu që për mua të gjithë, unë e kam thënë shumë herë edhe tek profilim që të gjithë duhet të kenë një profil LinkedIn edhe aty i gjën të gjitha.
ose metodën time të vjetër, kur unë nuk isha, dhe i mirja të gjithë universitetet me radh, dhe kam shkruar emaile pafund sepse për çdo departament ke një koordinator të doktoraturave ose masterit, dhe u dërgoja emaile, u shkruaja dhe nga ata kam marrë më shumë informacion që kam aplikuar. Çfarë do të thotë të konkurosh në doktoraturë? Duhet një temë specifike, duhet një projekt, ka një provim, ka një tërësi dokumentash në bazë të së cilëve ti grumbullon pikët, si funksionon? Atëherë, unë kam pasur procedura normale, duhet të dërgosh një CV, dokumentat e tua, diplomën e fundit që ti ke marrë pa listë notash, siç e thash nuk më kërkua listë notave, dhe pastaj ti aplikon, te pjesa ime kam pasur 4 kategori. Për teknologji të ndryshme që ti doje të punoje, ti selektoje një nga ato që ti mendoje që mund të ishte qëllimi jot i kërkimit shkencor. Do me thënë, çfarë të them unë, një procesarje, freeze drying, ose mund të ketë qenë unë zgjodha presionet e larta. Do me thënë, ti thjesht selektoje dhe pastaj ti duhet të shkruaje një projekt, nuk e mbaj mend numrin e fjalëve që kërkoj, po një specifike, do me thënë të thuhet aty që duhet të bësh një material me kaq fjalë, në mënyrë të përgjithshme, dhe në qoftë se ata e vlerësojnë si një ide të mirë, edhe në qoftë se ti nuk e bën atë, thjesht ideja, do me thënë ti kur nuk do të bësh atë që ke shkruar, po thjesht duan të shikojnë, do me thënë, idenë që ti ke, atëhere, pasi i bëra të gjitha këto upload të gjitha dokumentat, në fund bëra intervistën. Intervistë ishim diku 35 veta, me sa më kujtohet, ishte një ditë, do me thënë mbaj mend se isha për të shkuar dhe në punë, më duhet të bëja dhe intervistën, ishte edhe një ditë korriku, që nuk kam për ta harruar, edhe bëra intervistën dhe pas intervistës pas një jave, do me thënë ata merrnin pikët e këtij kërkimi që ti kishe shkruar të CV-s, çdo lloj eksperience që ti kishe bërë, plus pikët e intervistës. Dhe pastaj i bashkonin bashk edhe jepnin vlerësimin e tyre. Nga ata 35 unë dola e 4-ta. Dhe fitova bursën e plot, sepse dhe kjo renditja ka shumë, do me thënie, sepse secila, nga renditja ti vendoset bursa që ti do marrësh. Unë përfitova bursën e plot, edhe siç të shpjegova, do me thënë që ishin të gjitha ato të akomodimit, të pjesës së ushqimit edhe pjesës së pagesës. Sa i lehtë është që të bësh doktoraturën aty dhe pavarësisht se je një huaj të integrohesh ose të punësohesh me kushte të njëjta dhe të barabarta si një vendas aty? Atëherë, për vështirësitë e doktoratura është një punë që nuk mbaron tek laboratori. Doktoratura është një punë që nuk mbaron kurrë. Do me thënë, shpesh herë flisja me prindrit në telefon dhe gjithmonë mami më pyet se mbarove, i them një ditë isha aq e lodhur se thash mami nuk mbaron ndonjëherë, mos më pyet më se nuk mbaron. Është një punë që nuk ka një as të shtunë, as të diel, as një gjë. Do me thënë duhet jesh e përkushtuar aty sepse janë deadline që nuk të presin, janë eksperimente që nuk duan t'ia dini nëse është ora 4, 5, 6, 7, duhet të rrish aty të presësh eksperimentin. Kështu që vështirësia ka qenë, por jo diçka e pamundur. Kupton, ka qenë diçka që e menaxhueshme. Do me thënë nëse ti doje të përfundoje çfarë kishe nisur e bëje. Për pjesën e punësimit. Atëherë, në fund të doktoraturës ti merr një diplomë që njihet jo vetëm në Itali, por në të gjithë Europën. Dhe unë tani nuk e di se sa e vështirë është duke bazuar tek eksperienca ime, sepse siç të thash, unë pata mundësinë për të patur këtë kontratën e re dhe nuk pata asnjë lloj tentative për të aplikuar për punë. Por duke bazuar këtë tek eksperienca e miqve të mi, nuk është sot për nesër, por të gjithë ata që kanë përfunduar doktoraturë të paktën nga laboratori ime dhe vendet që unë njoh këtu,
kanë gjetur pozicione shumë të mira në research and development ose për mësues, për të bërë profesor, pedagog ose pozicione të tilla, domethënë, nuk është aq e vështirë. Nëse është diploma e njohur në Itali ose në Europë, nuk ka bariera për të gjetur punë. Për një student i cili nuk arrin dot që të marrë bursën e plot dhe i duhet të punojë për të nxjerrë shpenzimet, sa e thjeshtë është, sa kohë ka? A tepron kohën një kurse? Atëherë dëgjoj, shumica e studentëve, domethënë të paktën tek universiteti që unë jam, vinë me bursa. Domethënë është shumë e rrallë, unë nuk kam parë domethënë ndonjë që të jetë pa bursë i huaj. Italian po, domethënë vendas po. E bëjnë edhe doktoraturën pa pasur asnjë lloj burse. Sa ndoshta kanë mbështetjen e prindërve, nuk e di. Po, patjetër. Por masterin ka mastera që është me gjysmë burse dhe ka shumë studentë huaj që vinë me gjysmë burse, sepse kanë akomodimin, kanë ushqimin, mos gabofsha, dhe kanë një kuotë për të paguar që është 20% e kuotës që kam paguar unë për masterin në Shqipëri. Kështu domethënë. Dhe kur është master, është shumë më e kollajme për të punuar, por për doktoraturën është pak vështirë të bësh një punë tjetër, sepse ose do e lësh doktoraturën për më shumë se 3 vite, do ta lësh për 4, për 5, ndryshe nuk ja del dot, nuk është aq kollaj domethënë ti bësh të dyja, por që siç të thash, është shumë e rrallë. Unë nuk kam pasur rastin të shikoj këtu që të ketë një student që vjen dhe të bëjë një doktoraturë pa bursë. Po. Vajza që më pyet tani, ndoshta është futur vonë, por gjithsesi t'ja kthejmë përgjigjen. Çfarë portash të hap studimi jashtë që ky brenda vendit nuk t'i hap? Më fal edhe një herë se nuk kuptoj çfarë? Çfarë portash, çfarë dyersh të hap studimi jashtë që brenda vendit ti nuk i ke? Atëherë, unë para se sa të vija këtu, nuk isha fare idenë e kërkimit shkencor. Domethënë, niveli im për kërkim shkencor ishte 0. Nuk e kisha idenë se si nisej, se si bëj abstrakti, introduction e gjëra të tjera, nuk e dija fushën e kërkimit shkencor, nuk kisha patur mundësi dhe nuk mendoja se mund të kisha mundësinë e pjesëmarrjes në konferenca të ndryshme, për të lidhur me njerëz që vërtet din për teknologji, për procese, për shumë gjëra të tjera që unë mbaj mend që i lexonim thjesht si titull aty, domethënë nuk ja kishim idenë, jo që të shikonim dhe të dinim domethënë si funksionon kjo teknologjia, po thjesht edhe përshkrimi ishte një copy paste i marr nga diku, kështu që unë mendoj që ndoshta laboratoret e tjera mund të jenë akoma dhe më të avancuar se ai që kam qenë unë, por që unë kam parë mund të them 3 milion herë më shumë gjëra se s'kam parë gjatë masterit. Dhe duke qenë se unë kisha këtë mangësi gjatë masterit që nuk kisha shkuar dhe në shumë fabrika, nuk e dija se si ishte prodhimi teknologjik fik, sepse unë për atë kam studiuar, aty ku isha, profesoresha jepte disa lëndë për studentët e saj që kishte domethënë eksperienca të ndryshme në industri, të cilat u përfshim edhe ne, studentët e huaj që nuk kishin eksperiencë. Kështu që unë kam shkuar në fabrika të ndryshme, kam parë linjat e prodhimit, edhe aty kam shkuar në 2, po ja po ta them që nuk e gjeti shkolla, por e gjeti babi. Domethënë shoku i babit, në saktë as babi. Edhe të kalojmë edhe tek pyetja tjetër që thot vajza, nëse studion këtu, ke të drejtën pastaj që ti të bësh stazh, besoj se stazh të paguar, domethënë ti mbaron studimet dhe shkon në një kompani 6 deri në 8 muaj e paguar, që ti këtë ke eksperiencë, nesër pas nesër mund të gjesh një pozicion më të mirë. Aty në Shqipëri të kërkohet eksperiencë, edhe si do bëjmë këtë eksperiencë? Domethënë këto janë dyert që të hapen, që ti je vërtet i aftë që nesër pas nesër të shkosh në një vend pune dhe të ndihesh konfident që unë do ta bëj këtë, aty të kërkohet një eksperiencë dhe ti vërtet nuk di se ku do e gjesh të eksperiencë. Domethënë, nëse asnjë nuk të hap derën, ku do bëhet eksperjenca? Sigurisht. Një pyetje tjetër është
se ne shqiptarët gjithmonë kemi dashur të ikim për hir të faktit që kushtet nuk na janë plotësuar, por dhe e kemi ndjer veten të pavlerësuar. Dhe një ndër pyetje që më erdhi këto ditë në inbox ishte, po pas doktoraturës çfarë ndodh me letrat, me dokumentat? Pra a jam unë vazhdojmë të kem të njëjtin akses? Atëherë, pas përfundimit të masterit edhe të doktoraturës, ti je gjithmonë me një leje qëndrimi 1 vjeçare, do me thënë ti rinovon çdo vit. Pastaj, pas masterit ose doktoraturës çfarëdo lloji që ti je duke bërë, ty të jep shteti 1 vit leje qëndrimi që ti të kërkosh punë. Kështu që dhe nëse stabilizohesh pastaj puna. Po, do me thënë ti ke 1 vit leje nga shteti italian. Unë po flas në lidhje me Italinë sepse nuk I di procedurat e një vendi tjetër, po për këtu e di shumë mirë që pas përfundimit, pas diplomimit ti ke 1 vit kohë për të gjetur punë. Nëse ti nuk gjen punë, është tjetër gjë, po të paktën 1 vit ta japin mundësinë që ti të kërkosh dhe të mundesh të rinovosh dokumentat. Që është për mendimin tim një ndim shumë e madhe. Patjetër, është një ndër avantazhe që këtu prap nuk e kemi. Jo. Të gjesh punë dhe të fitosh vendin e punës. Çfarë duhet të kesh që të fitosh një vend pune, në cilin do profil qoftë? Të gjesh dhe të fitosh atëherë e para e punës këtu është shumë e kollajme në momentin që ti bën një stazh. Dhe pastaj nëse dhe aty ku bën stazhin të ofrojnë vetë vend pune në shumicën e rasteve. Pastaj është dhe pjesa e CV-së, sepse ka ky tregu I ri punës ka shumë I bëjnë të gjitha me inteligjencë artificiale dhe duhet të dish se si ta bësh edhe CV-n edhe këto gjërat e tjera që të them të drejtën unë nuk jam as kompetente dhe vetë duhet të trajnohem për të bërë CV që mund të më konsiderohet nga industria, po nuk mund të flas, thjesht kam parë edhe nga faqe të ndryshme është do me thënë goxha e komplikuar dhe kjo pjesa, sepse ti mund të jesh shumë e aftë, por varet se si e prezanton veten. Kështu që është shkollë më vete dhe kjo pjesa. Çfarë praktikisht vlerësojnë në një CV pune? Dhe pyetja tjetër që të mos e harroj. Okej, deri në doktoraturë ne jemi të mbuluar me shpenzime dhe deri diku dhe nuk e vrasim shumë mendjen. Sa mund të mbulojnë të ardhurat mujore, kostot mujore që ka qëndrimi aty I vetëm? Je duke thënë për pjesën e bursës, besoj apo jo? Mbaruam fakultetin, futemi në një punë, nuk ka më bursë, ka vetëm xhepi jon. A përputhen të ardhurat me shpenzimet që ka I vend? Kuptohet duke bërë një jetë normale. Nga vendi që ti je dhe varet edhe nga rroga, por që mendoj, domethënë nuk kam parë njerëz që të ankohet për të pjesën. Domethënë që rrogat e doktoraturës detyrimisht se është edhe ligji që ti nuk mund të paguash, nuk mund të paguajnë më pak se ti e paguar gjatë doktoraturës. Që do të thotë, nëse ti e ke pasur, nuk e di, 1.000-1.200 euro, ti në vendin tjetër të punës nuk mund ta kesh kurrë më pak se kjo, sepse nuk të lejon ligji. Super. Cili është kriter për të qenë I punësuar, sepse mund të jetë një CV shumë e mirë e 2 kandidatëve. Çfarë vlerësohet më tepër në një intervistë pune apo në një aplikim? Varet pozicioni. Nëse është për akademi, vlerësohen pjesëmarrja në konferenca, pjesëmarrja citimet, aktivitetet të ndryshme, këto gjëra domethënë që ka akademia. Nëse është për industri, vlerësohet thjesht eksperjenca në industri. Se ngela duke të bërë pyetje, po prandaj jemi këtu. Në rregull se A e shikon veten nesër si një ulicë ndërmjet studentëve që e duan dhe Italisë? Pra, a mund të jesh ti një këshilltare për ta? Shiko, unë gjithmonë e kam thënë dhe edhe pa më pyetur njëri, domethënë gjithmonë edhe domethënë çfarëdo lloj gjë që shikoj në LinkedIn, edhe kur është bursë për master, edhe kur është bursë për Erasmus, edhe kur është bursë për doktoraturë, unë I kam shpërndar gjatë gjithë kohës, sepse e di se sa e vështirë është kur do të diçka dhe nuk ke nga të drejtohesh. Dhe patjetër që unë jam shumë e hapur, sidomos tani që kam më shumë kohë, se gjatë doktoraturës unë e kisha atë faqen, të them të drejtën, po më shumë vëzhgoja se sa ndihmoja, sepse aq e kisha dhe kohën edhe diçkaja kur duhet I përkushtohesh të kërkon më shumë kohë. E përmendim mesazhe sepse ka njerëz që janë të interesuar. Patjetër që unë tani e tutje për këtë do vazhdoj edhe me faqen që jo vetëm për trajnime që kanë lidhje me profesionin,
përveç nutricionit, sepse këtë e bën ti shumë mirë, dhe unë nuk e zotëroj, por për pjesë të tjera që kanë shumë rëndësi, po ashtu në këtë botën tonë, por edhe për jo trajnime, po për këshilla për studentët, jam shumë e hapur dhe jemi presë që të gjithë. Shumë mirë. Atëherë faqja e ka emrin që edhe ata që e shohin sepse kjo video do ruhet në fakt në Instagram, ndërkohë do kaloj edhe në YouTube-in tim, kështu që njerëzit do ta kenë interesin për të ditur emrin e faqes. Quhet nutrientët edukativ. Edhe ka qenë vitamin C-K, po e kemi ndryshuar për disa arsye, kështu që ju pres të gjithëve, edhe uroj që me këshillat e mia dhe nga eksperienca ime të fitoni diçka. Se është një fjalë të duhet ndonjëherë për të ndryshuar rrjedha e historisë. Shumë e vërtet. Katerina, sa thjesht është ta ndash kënaqësinë kur je vetëm? Flasim kur je vetëm pa familje, nëse patjetër mund të kesh një partner apo ke familjen tënde të vogël, po si është? Që gjatë gjithë kohës ata kanë sakrifikuar për të qenë ti këtu dhe ti tani i lë sepse po shikon në një farë forme të interesante. Unë kur vi në Shqipëri, kur jam këtej, sikur e harron. Kupton, do me thënë se të merre për ditëshmja dhe nuk e kupton shumë mirë atë pjesën që je larg, edhe gjatë gjithë kohës kur je nga mëngjesi në darkë në punë nuk e kupton, por kur ikën andej dhe kthehesh këtu e kupton shumë. Do me thënë të paktën për mua është gjithmonë shumë e vështirë kthimi. Por pastaj kujtojmë për çfarë ika, edhe ata më mirë kuptojnë plus që distanca nga Italia në Shqipëri është aq e vogël sa që shkoj në çdo rast që më jepet për të festuar, për të ndarë diçka me ta. Kështu që mua nuk më ka privuar shumë kjo pjesa, se sa herë kam dashur të shkoj, tani janë në çdo qytet ke aeroport edhe është shumë e kollajme, nuk është aq e vështirë për të lëvizur. Po është shumë e vërtetë edhe fillimet kanë qenë shumë të vështira, se është shumë ndonjëherë aq e lodhur e të flasësh gjithkohës në gjuhë të huaj, saqë do thjesht të ulesh dhe të ndash diçka në shqip me njerëzit. Do me thënë në shumë lodhje dhe ajo pjesa që flet gjatë gjithë kohës në një gjuhë të huaj, edhe pse mund të jenë njerëz vërtet që të kuptojnë ose janë në të njëjtën situatë me ty. Po që këto janë pjesë e sfidës dhe gjëra kështu kudo që je ke vështirësi them unë, kështu që duhet i pranosh. Pak më parë ne tham që është e vështirë që ti të pranohesh njësoj si ata. Të paktën po themi në rreth studentësh. Çfarë ndodh në një rreth pune apo në komunitet në tërësi dhe a bësh ndonjëherë një me ata? Apo gjithkohës është ajo stigma që këta janë të huaj, ky është i huaj apo diçka e tillë? Në ambientin e punës jemi të gjithë njësoj. Në kuptimin siç më kërkohet mua diçka, i kërkohet edhe të tjerëve, edhe nuk ka fare, ndoshta është edhe pjesa sepse ajo profesoresha, ajo që është në krye të laboratorit, pedagogja, ka punuar gjithë kohës me të huaj dhe ka qenë edhe vetë huaj në aty ku ka dhënë mësim. Kështu që nuk e bën ndarjen edhe është shumë herë më e kollajme për ne. Pastaj në komunitet ne jemi gjithmonë të huaj, madje jemi gjithmonë të huaj, nuk po them vetëm për miqtë, se miqtë detyrimisht të kuptojnë edhe është tjetër gjë, por në komunitet kur them shkon në supermarket, në farmaci, kudo, ti je i huaj. Do me thënë gjithmonë është ajo pjesa që sa do të integrosh, ndoshta unë nuk kam dhe shumë vite, se unë kam thjesht 3 vite e 5 muaj, por ose ndoshta është edhe pjesa e zonës, se vendi ku jam unë është vend shumë i vogël, kështu që ndoshta është edhe pjesa në qytete më të mëdha është ndryshe. Po çfarë do të thotë je i huaj? Pra në çfarë, si e kupton ti që ata po të shohin kështu, në shërbim, në komunikim, në të bëjnë edhe disa pyetje, shiko, italianët janë shumë të lidhur me familjen, edhe ata nuk bëjnë dhe shumë eksperjenca jashtë. Do me thënë janë shumë të lidhur me vendin dhe kur dalin dhe bëjnë një eksperiencë kthehen prapë aty ku janë. Dhe pyetjet mua më vijnë gjithmonë që kur të mbarosh do shkosh në Shqipëri, them unë jo, mendoj që do shikoj mundësit. Gjithmonë kështu e kam thënë, do shikoj mundësit. Nuk të merr malli për prindrit, do me thënë thjesht ajo pjesa më thënë patjetër që na merr malli për prindrit, por tani jeta merr edhe drejtime të ndryshme, se mund të jesh edhe në të njëjtin vend me prindrit e nuk shikohesh fare, po sigurisht. Do me thënë janë këto pyetje që për ata çdo njeri duhet të qëndrojë te vendi vet. Do me thënë kjo është ideja që ata kanë. Jo, nuk po them se na bullizojnë ose na bëjnë të ndjehemi keq, por është ajo pjesa që ti je, do me thënë të bëjnë ca pyetje që unë ndoshta dhe ne mund të bëjmë kur po të shkojmë të huaj në Shqipëri, se unë ndonjëherë dhe them me vete që ndoshta dhe ne
po të ishim të vendi jonë dhe vinë të huajt, mund të reagonim në të tillë mënyrë. Ndoshta po, sepse të paktën në kohëve të fundit trendi është që të moshuarit, pra italian, suedez, rus, ka shumë në Shqipëri, të cilët dalin në pension në vendin e tyre dhe vinë jetojnë këtu. Për hir të kostove, se pensioni i tyre me kostot këtu normalisht është okay. Dhe patjetër që edhe unë vetë kam për këtë video, po si ka mundësi që ti ke punuar tërë jetën, del në pension dhe shkon edhe vjen rjeton në Shqipëri, por shiko, çdo fjalë merr kuptimin varësisht këndvështrimit, ë? Prandaj Momentin që ti sepse e shikoj veten, domethënë kur vin turistët, domethënë ne 1000 pyetje dhe i vendosim ndoshta edhe në sikletë kur i pyesin, edhe prandaj nuk i marr dhe shumë seriozisht se them që ndoshta edhe ne bëjmë të njëjtën gjë, edhe kështu rrjedh, po që jo bullizim, jo që të bëjnë të ndihesh keq, është më shumë kuriozitet se sa bullizim ose të keqdashje. Po, nuk është keqdashje, vërtet. Çfarë këshillë ke, Katerina, për të gjithë ata që ndoshta tani nuk është momenti që të na ndjekin, por që do ta ndjekin në një moment sekondar, se përgjithsisht live-et shihen kur janë të ruajtura në Instagram. Po, patjetër. Tani shiko, jo të gjithë janë për doktoraturë, jo të gjithë njerëzit mund ta përballojnë një doktoraturë sepse më së shumti doktoratura bëhet për të gjithë ata persona që duan të bëhen pedagog, domethënë shumica 80% e njerëzve që vinë këtu përveç rastit tim, domethënë që e kam lënë në një moment të dytë këtë pjesën, sepse mendoj që njeriu duhet të ketë shumë eksperjenca në jetë para se të dalë para studentëve. Edhe nuk e konsideroj për momentin, mendoj që duhet të ketë edhe bazë industriale njeriu përpara se sa të dalë edhe të flasë, se librat janë libra, po duhet të kesh edhe ca eksperiencë reale, po. Por ajo që dua të them unë është që secili nga studentët qoftë edhe në qoftë se kam plan për të jetuar në Shqipëri, sepse nuk do të thotë që ti je duke studiuar jashtë dhe ti po ikën nga Shqipëria, se Shqipëria është ashtu e është kështu, jo. Unë mendoj që të gjithë njerëzit për zhvillim profesional, por edhe zhvillim personal, të paktën një herë në jetë duhet të kenë një eksperiencë jashtë, qoftë Erasmus, internship, çfarë do lloji gjëje, për mendimin tim është shumë e domosdoshme që ta kenë, për të parë veten e tyre, edhe për të përmirësuar. Kjo është ajo që unë gjithmonë e them, se pastaj është çështje, është zgjedhje personale, pjesa për të qëndruar në Shqipëri apo për të larguar. Nuk është aq e kollajme, domethënë që mund ta presësh me fik. Janë shumë arsye që të çojnë, domethënë varet edhe si të merr jeta edhe arsye të tjera, por edhe në qoftë se ti vendos që të jetosh në Shqipëri, kjo nuk do të thotë që ti nuk duhet të bësh një eksperiencë, jo vetëm për shqiptarët, po për këdo. Domethënë ti je Gjerman dhe ti bën një eksperiencë në një vend tjetër. Gjermania është vend shumë i zhvilluar, po ti shkon për të parë një kulturë tjetër, për të parë si i bëjnë punët ky kombi, domethënë diçka e merrti, dhe nëse është eksperjenca më e keqe jetës tënde, ti mëson diçka. Kështu që ka një kohë të caktuar, kuptoj që mosha jote është goxha e vogël relativisht me timen, po a ka një moshë të caktuar, duhet të jesh kështu sa ty, apo duhet të jesh kështu si mua, apo më e madhe se sa unë, për të patur pjekurinë e dur për të përballuar atë dhe për të ndarë pastaj ku duhet dhe si dhe pse duhet qëndrosh? Atëherë unë kam qenë studentja më e re e doktoraturës. Dhe kur të them më e re, dhe domethënë kur shkruaja ditëlindjen, shikoja fytyrat e studentëve të tjerë që nuk e, domethënë 97-ta, domethënë çfarë bën ti këtu, edhe më jepte shumë pesh. Kupton, sepse mendoja që pse po reagojnë kështu, pse, domethënë unë nuk do ta bëj dot, se jam shumë e re, se unë nuk kam eksperiencë. Gjithë të tjerët ishin mbi 30 vjeç. Unë isha 24 vjeç kur kam filluar doktoraturën. Edhe mendoj që është më mirë 30 se 24. Ti nuk je mjaftueshëm, atë përplaset ndonjëherë fytyra aty? Ti nuk je mjaftueshëm, shiko. Nuk më është përplasur në fytyrë, po e kam ndjerë unë vete në fillimet e mia, sepse ishte çdo gjë e re. Kompleksi joti apo të vinte, domethënë të thuaj. Nuk kam pasur asnjëherë një rast që më thënë ti nuk di ose ti nuk e bën dot. Po ka jo më të shprehur, se ka shumë mënyra për të thënë një fjalë, jo patjetër është ta themi. Po patjetër, të paktën po e ndjejmë. Jo, unë në fillimet e mia kam pasur shumë siklet në pjesën që nuk dija dhe thëra me vete sepse ata ishin të gjithë që ishin vrarur me këto gjëra, të paktën vendasit. Kurse për mua çdo gjë ishte e re, edhe e kisha unë pjesë ndjesha unë keq, por nuk mu shpreh asnjëherë. Dhe pastaj habiteshin
që brenda një periudhe të shkurtër ne ishim mësues si ata. Domethënë për 6 muaj ne i mësuam se ne ndoshta ne shqiptarët ashtu jemi mësuar që do sforcojmë veten tonë ta bëjmë copash vetëm që të ndihemi njësoj. Të barabartë. Aty të zgjate dora apo ti nuk lejon mundësi të ikin? Nuk besoj mundësi të mjekin, se nuk, shiko, kam pasur dhe fat, po jo dhe aq shumë. Nuk flas vetëm për Katerinën, në as të Katerinës Prioritë, flas në tërësi. Është një vend që ta zgjat dorën, kur shef që ti ecën por mundësi të ketë të pakta? Jo, duhet të jesh ti ai që ndjek fatin, jo të ndjek fati ty. Unë nuk mendoj se të vjen diçka kështu falas në jetë. Do jetë diçka që ti do e fitosh. Ideja është se ndoshta do unë jam më qartë me pyetjen. Nëse ty të shohin që je një person i aftë, por po themi mundësitë tua për të vrapuar tek ajo gjëja, ndoshta nuk janë për arsye X, ndoshta ti nuk arrin dot të zhvendosesh për hir të ekonomisë në një pozicion tjetër. Nëse njëri nga profesorat apo ku di unë pjesë e stafit aty apo drejtues apo përgjegjës e shef impenjimin tënd dhe vullnetin tënd, a vlerësohet kjo? Po, patjetër. Shiko, ne kemi pasur për shembull mundësi konferenca të ndryshme. Ne kemi qenë 10 veta. Nuk është vendosur asnjëherë në peshore, nga je, nga sje, çfarë ngjyre ke. Absolutisht. Domethënë ti ke punët e tua, a do të shkosh? Po shko. Nuk ka pasur absolutisht, por jo tek të gjithë. Domethënë se varet edhe nga eksperienca, se unë flas për timen, po dikush tjetër mund të ketë një eksperiencë tjetër. Tek unë nuk ka ndodhur. Domethënë në rasti im, nuk më zhvendosur asnjëherë jo rriti këtu sepse ti je huaj. Jo. Po pra kjo është ideja, që se në fakt askund nuk të thot njëri hajde ti. Por ama nëse të shef që ti, si i themi sa shpresë, e ke yllin ballë të thrafin, pra ta gjejnë atë mundësi të ti të unë nuk kam pasur asnjë lloj penalizimi për pjesën që kam qenë huaj dhe nuk më është dhënë e drejta për të marrë pjesë në një aktivitet ose në diçka që për të bërë diçka për të treguar pjesën e kërkimit tim shkencor. Jo, absolutisht jo. Katerina, unë bëra pyetje që dhe më kanë ardhur në fakt, por edhe që më lindën gjatë bisedës, edhe kam idenë uroj të keni marrë përgjigje se unë edhe ti flasim edhe shumë shpejt, nuk e di nëse na kanë kapur dot. Ka gjë e bëjmë slow. Unë jam mësuar me këtë gjë, edhe jo, po thoja që kam bërë pyetje që mendoj që kush na ka dëgjuar dhe mund ta ketë çuar në mendjen e vet. Megjithatë, ti besoj ke diçka që mund ta shtosh pavarësisht gjithë pyetjeve që un kam bërë apo një këshill nëse dëshiron ta japësh. Unë këshillën për pjesën e nuk e di eksperiencë jashtë e dash, domethënë për mendimin tim, siç e thash, është e domosdoshme, për pjesë të tjera, unë jam shumë e hapur për të ndihmuar. E di që në periudhën kur kanë diploma të gjithë më shkruajnë për pjesën e ndonjë artikulli, sepse nuk gjejnë metoda, nuk gjejnë informacion dhe unë jam prap këtu dhe tani kam më shumë kohë dhe janë të gjithë mirëpritur. Edhe në lidhje me bursat, sa herë të kem mundësi edhe pa mi kërkuar do t'i shpërndaj dhe uroj që dhe në qoftë se dikujt nuk i duhet ajo bursa, t'ja shpërndaj një shoku tjetër ose shoqes tjetër, se në të kundërt, në qoftë se nuk ndihmojmë njëri tjetrin, nuk është se përfitojnë në një gjë. Po ndihmove, unë mendoj që po ndihmove do të ndihmojnë. Në të kundërt nuk mendoj që do të sjell diçka jeta, në qoftë se nuk e ke zemrën e madhe që tu falësh diçka. Kaq kisha. Çfarë? Jo, okej, edhe minutazhin e kemi super të menaxhuar. Çfarë është një këshill që do t'i thoshe mos e bëj këtë? Atëherë, mos e bëj këtë. E para punës duhet në qoftë se vendos të bësh diçka, ma të hapin mirë. Domethënë, unë e kam pasur gjithkohës këtë pjesë, ndoshta është edhe pjesë karakteri ose varet edukata, nuk e di se çfarë lidhet me këtë, po gjithmonë e kam sforcuar çik veten time sepse mendoja e nisa edhe dua ta përfundoj diçka. Por mendoj që përpara se ta nisësh duhet të dish edhe kapacitetet e tua, se kam parë plot raste që sforcohen deri në nivele që nuk mban më, edhe nuk është mirë për ty, se nuk do të thotë që duhet të arrish këtu edhe të shkatrosh veten tënde. Domethënë, ti vlefshëm se ke bërë doktoraturën apo jo, ti vlefshëm se je në një fushë tjetër, jo domosdoshmërisht aty. Prandaj, domethënë të fokuson aty ku din t'i bëjnë gjërat më mirë, edhe në qoftë se vendosin për diçka, ta vendosin jo sepse ikën të gjithë aty edhe hajtë shkojmë edhe ne, por që besojnë se mund t'ja dalin, po pa u sforcuar, se kjo pjesa e sforcimit pastaj nuk sjell asnjë pozitive për mendimin tim, madje të sjell shumë probleme se të duket në fillim se mund t'ja dalësh, po sforcohesh edhe pastaj
krijon shumë stres edhe gjëra që sot janë shumë u jepet shumë zë, po. Shumë po. Patjetër. Katerina, të falenderoj shumë. Unë jam kënaqur dhe vërtet besoj që dhe ata që hynë e dolën nga live-i se edhe për hir të kohës kanë fituar diçka. Gjithmonë live-i do të ruhet për të parë në një moment të dytë nga të gjithë, dhe po ashtu kalon në YouTube në Balance by Hyrida, duke qenë që kjo vjen po themi si një shtesë e emisionit Balance që unë kam patur më përpara. Dhe prandaj kam vendosur pikërisht dhe titullin Një orë për veten, sepse mund bëjmë shumë gjëra, po harrojmë që duhet kujdesemi pak edhe për veten, dhe të kujdesesh për veten nuk është vetëm ushqimi, aktiviteti fizik, gjumi etj, por dhe marrja e informacionit që ndoshta mua s'më hyn në punë, por i hyn motrës time, mikës time e kështu me radhë. Kështu që unë falenderoj për ftesën, për vlerësimin, edhe do jem gjithmonë këtu me shumë kënaqësi kur të vinë në Tiranë ose kur vjen ti në Rom, me shumë kënaqësi mund të takohemi edhe të vinë në datën 10 në fakt, por do iki dhe do vi thjesht për seminaris edhe nuk do takohemi dot, kështu që o herës tjetër o kur të vish në Tiranë. Kënaqësi, shumë faleminderit. Edhe natën e mirë dhe kalofshi sa më mirë. Natën të përqafoj. Natën, mirupafshim. Pafshim.